Thot pyete hoxhën, a bën të lutem me marr grunë e dytë. Çto pas ka qellu pyetja e parë. Çdo lutje dhe dua që nuk ka në të shputje të lidhjes farefisnore, që nuk ka në të ndonjë gjuna. Shka në hadith, mali me du'a bi ithmin o qatiyat ar-rahim, përderisa nuk lutet për ndonjë gjuna, ndonjë të keqe, ndonjë mëkat. Apo për shputje të lidhjes farefisnore, e që din me kanë këtu kanë herë mes njerëzve lutet kundër vllaut, kundër motrës, kundër audhu billah. Çish lutesh kundër vllaut, kundër motrës? Je ma plasë zemrën, për t'japë, diçka e ka bën, diçka e ka flet, dhe çfarë dojë për bën. Ose në gjëna, shamu me bo gjëna lutet insani, zot më mundësa ma shkej, audhu billah të bëj filan marrën të bëj dikon atje, mundësa ma shkej të vjedhe filan pasionim, mundësa ma shkej të take filan të bidu drogë, mundësa ma shkej filan kazinë atje të piraki, që bën insani doa për haram. Për ndryshe, nëse doaja është mrena kornizave që ka liu shariati i Zotit, kjo është halal. E Allah i madhruar ka liu me Koran, martesën me gruën e dytë, andaj edhe ai ka të drejtë më lut, edhe kush në dunja s'u ndalan. Tani e pranon Allah se pranon te bareke ve taala. Ajo është çështje e Zotit, e që doja musliman pranohet, por varet që ka jep Zotit aty kofshin fal. Pra, ka të drejtë me lut robi, pse s'ka drejtë?